E trajtojmë pyetjen e radhës. Përshëndetje, Luan, shpresoj të jeni mirë, më shëndet. Një personi i ka humbë statuti kompanisë së themeluar në 2014, prej atëherë nuk ka deklaruar, a mundet statuti me nxjerr prapë në ARBK. Këtu janë dy, si më thonë, nën pyetje të vogla. E para është që ka humbja statutit të kompanisë në, domethënë, dokumentat e firmës, edhe tjetra është pjesa e deklarimit, sapo kuptoj tatimor. Deklarimet bëhen në faqet ATK-s, këtu te atk.vis.ks.org, te pjesa shërbimeve elektronike, deklarimi EDI. Ndërsa kjo pjesa e parë e pyetjes, që ka të bëjë me statutin e kompanisë, do të më shku te faqja ARBK vis.rks.vis.gov.net, që kjo kështu, më thonë kjo është adresa e ARBK-s, ndërsa e ATK-s deklarimet tatimore, shka EDI, kjo pjesa deri këtu, e-deklarimi, .atk.vis.ks.org. Tash humbja e dokumentave të kompanisë lidhet me ARBK, nuk ka të bëjë me ATK-n. Për ata që eventualisht po flasim nuk kanë përvojnë këtë punë, do të thonë që në këtë faqe është një regjistër publik ku kompanitë hapen, edhe ka dhëna, domethënë janë për çfarë do kompanie që ju keni numrin fiskal të biznesit apo emrin, mundi mi gjetë kush është pronari, çfarë kapitali ka ajo kompani, me çfarë aktivitetesh merret. Kështu keni regjistrimet, format e regjistrimit bizneseve të reja dhe ndryshimet. Pyetja është konkrete, kur të hup në një dokument, çka duhet me bëj? Kom pas një herë rast për një kompani, tash më me gabu të shifra, a është 20 cent për faqe, ma shumë ma pak, po e di që është me pagesë, dhe më thënë parashtrohet një kërkesë me shkrim, dorëzohet në shërbim të ARBK-s, të Agjencionit të Regjistrimit Bizneseve në Kosovë. Këtu në Prishtinë, nëse jeni, dhe më thënë, të operu si biznes, do të më shku të MTI-ja, do të thëtë ofër, shme thënë, fakultetit teknik, lagjës së profesorave, është shme thonë hyrja veçantë për ARBK, në komuna tjera nëse nuk gaboj shumica e kanë në objektin e kuvendit komunal, parashtrohet kërkesë me shkrim, edhe mundesh me marrë komplet arkiven e atij biznesi. Jo vetëm statutin e fundit, po mundesh me lyp prej momentit parë kur u hap statutin e parë, nëse ka pas aneksime, ma herët nuk është bo statut i ri për çdo ndryshim, po bo vendim për ndryshim edhe aneks statut, krejt ato anekset, krejt, shme thonë, dokumentat mbështetëse që i ki dorëzu në rastin e ndryshimeve në biznes, mund është me i tërhek, po përmendi prap, po vjen keq se shifrën sakt nuk e di, po nëse s'ka bëj është 20 cent për faqe. Për shembull, nëse janë 10 faqe, ki me pagu 2 euro, nëse janë 100 faqe, ki me pagu 20 euro. Duhet me shku në ARBK, pjesën e deklarimeve duhet me bo në sistemin EDI të ATK-s, sepse janë dy sende të ndame. Shihemi në video tjera, mirë pafshim.